Mirdita. Pas ndërgjegjësimit të shqiptarëve, pas denoncimeve zyrtare dhe mediatike të narkoshtetit shqiptar si rrezik madhor për sigurinë e rajonit, Europës dhe më gjerë, pas paralajmërimeve të përsëritura të administratës së Shteteve të Bashkuara për problematikat e mëdha të karteleve të drogës dhe lidhjeve të tyre karteleve, Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Kjo është tipike përgjigja, reagimi i një njeriu në rreth të kuq, i cili pasi ka humbur çdo shpresë se mund të dalë nga rrethi i kuq, fajson të tjerët për çka është autor dhe përgjegjës kryesor. Është e vërtetë se droga dhe trafiku i drogës është një fenomen botëror, është një fenomen rajonal, europian dhe botëror. Por është e vërtetë se në hartën e drogës në Europë nxin më shumë se çdo vend tjetër narkoshteti i Edi Ramës dhe vetë Edi Rama. Është e vërtetë se droga është një problem për të gjitha vendet. Por është e vërtetë nga ana tjetër se droga apo se vendet e tjera kanë Shqipërinë si furnizues kryesor të kanabisit, është e vërtetë se vendet tjera kanë problem drogën, por është po kaq e vërtetë se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Janë klanet shqiptare të drogës, transportuesit kryesor. Është e vërtetë se droga përbën një problem për endën e sigurinë, por e vërteta është se sot ka vetëm një vend në Europë në të cilin ministri i brendshëm dhe superministri
t'jetë gjetur i implikuar si trafikant dhe të ketë lëshuar antimafia italiane mandat ndërkombëtar arresti për Sajmir Tahirin e Edi Rams. Është vërtet se si në asnjë vend tjetër të Europës, vllau i kryeministrit është byrazer me trafikantët dhe është gjetur në 10 raste komunikimi dhe bashkëpunimi me ta. Është vërtet se në Shqipëri si në asnjë vend tjetër kanabizimi u bë politikë zyrtare dhe që nga i viti zi për drogën, Shqipëria rënditet e para për eksport në kanabisit në Europë. Është e vërtet se si në asnjë zyrë tjetër kryeministri, Edi Rama pret boshte Sinaloas, e kartelit Çela dhe kartelit Troplini dhe karteleve të tjera. Si asnjë kryeministër tjetër, narko-kryeministri shqiptar, emron koordinatorin për klanet e drogës Ergys Agasin. Është e vërtet që vendet tjera kanë problem me drogën, por nuk ka asnjë vend në Europë, absolutisht, asnjë, në të cilin eurot e trafiqeve të drogës të futura me kontejner, autobuza, mikrobuza në vend, të zhvlerësojnë euron dhe dollarin me 35% dhe të japi një goditje fatale ekonomisë shqiptare. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Në çdo vend tjetër përveç Shqipërisë, euro, jo që s'ka njohur zhvlerësim, por ka njohur gjithnjë një vlerësim të ngadalt, por në rritje. Kurse në Shqipëri, një rënje dramatike, rënje e cila ishte goditje fatale për eksportet të këtij vendi. Rënje e cila boshatisi plazhet shqiptare, 2 vera me radhë. Dhe Edi Rama, narko regjimi i tij numëron për turist pasagjerët e linjave të lira të Rinasit. Udhëtar, vizitor dhe asgjë tjetër. Plazhet para shqiptarëve kanë qenë dëboshatisura sikur ndonjëherë më parë gjatë këtyre verave. Është vërtet që klanet, kartelet shqiptare të drogës dhe jo vetëm shqiptare përdorin dhe porte tjera të vende europiane për shkarkimin e ngarkesave të mëdha të kokainës. Por është vërtet se nuk ka asnjë vend tjetër si Shqipëria në të cilin portet të jenë që të gjitha në dispozicion të karteleve të drogës. Përfshi dhe portet
e peshkimit. Pra, Edi Rama u përpoq të laj durët si padrino i narkoshtetit, duke akuzuar vendet partnerët drejt të cilave eksporton drogë dhe krim 24 orë mbi 24 orë. Por, këta janë dështime përpjekje të kota. Se vërteta është që dhe ato operacione antidrogë të kryera në Shqipëri janë ndërmarrë të gjitha pa përjashtim nga Europoli, Eurojusti, DEA dhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partnerë, antimafia italiane, prokuroria gjermane, në mënyrë absolute asnjëra, asnjë operacion i rëndësishëm nuk ka qenë iniciativë e policisë apo organeve shqiptare. Përkundrazi, kanë qenë dekonspirime shumë të mëdha. Mos harroni ju, klanin rastin Zibraka, kur u instalue uzine e mjellit bardh me madhe në Ballkan. Dhe Olsi Rama, sipas dëshmive të depozituara në prokurori, është njeriu që përcolli jashtë shteti Genti Xhixhen, bosin e grupit të Zibrakës. Pra, në çdo fjalë, në çdo qëndrim, në çdo përpjekje të Edi Ramës, ai vetëm sa vetë demaskohet më shumë. Është vetë droga Edi Rama. Është vetë kartel të drogës. Nuk ka kryeministër tjetër në Europë që duke dhënë trafikantëve miliona e miliona metër katror troje publike. Shqipëria sot është lavatrishja më gjigante e kontinentit të parave të drogës. Treguesi i ndërtimit në Shqipëri është 3 herë më i lartë se sa treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Ndaj dhe dënoj me forcën më të madhe këto qëndrime të papërgjegjshme, përpjekjet të turpshme e Edi Ramës për të akuzuar vende partnere në mënyrë që të mbuloj kriminet e tij, lidhjet e tij monstruoze me drogën dhe shtrimin e Shqipërisë në eksportues kryesor të krimeve, drogës dhe trafiqeve në kontinent. Përsëri vazhdon censura 100% e plot dhe totale e sikur ndonjëherë për Ballukun dosjen e saj. Ajo që ka mund të informoj unë, të dhëna nga qytetarë digjital, me pohojnë se Balluku, Lubia, është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende.
përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Pas disa përpjekjeve që ajo bëri ngjirin në vendet e gjirit persik. Pra, Lubi Balluku po përgatitet të blejë shtetësi për të shpëtuar në mënyrë për të shpëtuar në mënyrë përfundimtare përgjegjësisë para ligjit, pasi ajo ka vjedhur në Shqipëri dhe shpërdoruar miliarda euro. Gjatë periudhës saj, ajo ka administruar 12 miliard euro. 12 miliard euro. Më shumë se kushdo tjetër në historinë tonë kombëtare. Po ajo ka vjedhur nga 90 gjërë 100%, natyrisht kur autore e parë. Edi Rama qëndron mrapa çdo vjedhje. Tani, ajo kërkon të blejë shtetësi, sipas burimeve, përpjekjet fuqishme ka bërë dhe në Beograd. Ndërkohë, po interesohet dhe në vendet tjera që e kanë këtë praktikë. Thirrja ime për komunitetin ndërkombëtar është asnjë pranim i kërkesës për shtetësi të një personi që në shërbim të Edi Ramës qëndron në themel të krizës madhe, në themel të varfrimit të një populli të tërë. Imagjinoni ju 12 miliard euro. Që ka patur ajo në portofolin e saj dhe që ka gjithsej në sipërfaqe 8 rrugë të shkatruara apo 15 rrugë të shkatruara se janë të sa fshatrave. Dhe s'ka asgjë që u mbetet shqiptarve. Do të ishte shkelje të gjitha konventave ndërkombëtare, çdo pranim i kërkesave të saj. Rikujtoj edhe një herë se çdo qindarkë e saj është një vjedhje që Edi Rama dhe Lubi Balluku ka bërë shqiptarve. Ndaj dhe u bëj thirrje vendeve të Europës dhe të botës, institucioneve financiare ndërkombëtare dhe bankave të huaja, të ngrinë me urgjencë çdo llogari të Lubi Ballukut dhe Edi Ramës, sa ato janë pasuri të qytetarëve shqiptarë. Së fundi,
është dëshmia e turpshme, e re, e kontrollit total të Edi Ramës mbi sistemin e drejtësisë. Si që janë informuar shqiptarët, në kundërshtim flagrant me ligjin, me kushtetutën, por edhe me një seri precedentësh të gjykatës së lartë, skapi partisë me urdhër të Edi Ramës vendosi të mbyll kapakun e pusetës me emrin Irena me 3 mbiemra. Nuk ka shembull më të turpshëm, nuk ka dëshmi më flagrante të kontrollit të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama se sa rasti Irenës me 5 mbiemra. Prokuroria e Përgjithshme ndeti 2 vjet gjoja për të vërtetuar vendimin penal të sjellë nga shteti grek me vull apostile. Me vull apostile vendimi. KLG-ja me urdhër të Ramës refuzoi të konsideronte vendimin me vull apostile dhe ka nënshkruar në mbrojtje të Irenës sipas direktives Ramës 4 përgjigje, duke thënë se do shprehej veç pasi të merrte konfirmimin me shkrim nga Prokuroria e Përgjithshme. Por, pasi prokurori i Përgjithshëm konfirmoi vendimin penal të Irena Ramës, Irena Gjokës, edhe Rama mund t'i thuar se aty është një lloj. KLG-ja ndryshoi qendrim dhe ja kaloi ILD-n. Ja shtojmë dhe një mbiemër se i bën më mirë. Jo vetëm kaq, por raporti i prokurorit përgjithshëm shpallet top sekret. Keni pa ju njerëz si këta më thopë. Sklever, Edi Ramës. Çfarë mund të ketë për sekret përveç frikës nga Edi Rama dhe vetë poshtrimin që nuk duhen t'i bëhet publik Irena Ramës? Prokurori i Përgjithshëm nuk ka guxuar të shprehet për Irenën me 3 mbiemra, as për dëbimet nga 2 dëbimet nga Greqia, dëgjojeni qytetar. As për prokurën që Irena ka lëshuar për të kundërshtuar dëbimet, as për falsifikimet sikur ishte minoritare. Ajo është myzeqare, paraqitet si minoritare. E keni pa ju parasysh. E keni. As për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit, as për falsifikimin e formularit të vetimut dhe as për mos informim në KLG-s mbi këto fakte siç e kërkon ligji. Të gjitha sy të mbyllura me urdhër të Edi Ramës. Prandaj fshejnë raportin, nuk e jep raportin Olsi Rama, Olsi Çela, dhe nuk ja japin palve, ndonë sa atyre me ligju takon, të interesura. Në SPAK, dëgjoni tani, në skapin e partisë janë bërë disa kallëzime penale në lidhje me veprat penale të Irena Gjokës, lidhur me 1.
mos deklarimin e dënimit penal në Greqi nga Irena Gjoka në formularët e dekriminalizimit, përveç deklarimit që duhet bënte për vete në KLG. 2. Mos deklarimin e të bimeve të saj në formularët e dekriminalizimit. 3. Shpërdorim detyre sepse asnjëherë nuk ndërmori veprime taksative të ligjit për deklarimin e këtyre rrethanave në KLG. Pra, të gjitha këto u mbyllen me urdhër të Edi Ramës. Altin Troplini, po me urdhër të Edi Ramës regjistroi procedim penal pa emër për të mbrojtur Irenën me 3 mbiemra. A thua se nuk dihej kush e kish bërë dhe nuk guxoi të pyes kallëzuesit, por mbajti në sirtar dhe përdori veç letrat e falsifikuara të Irenës me 3 mbiemra. Skapi i partisë me urdhër të Edi Ramës mori përsipër, dëgjoni çka kanë bërë. Dëgjoni qytetar. Irena me 5 mbiemra është shtetase shqiptare. Dhe ajo në Shqipëri gjykohet dhe vlerësohet vetëm nga ligji shqiptar. Dhe ligji shqiptar detyron Irenën me 5 mbiemra të deklarojë çdo dënim që ajo ka marrë në një vend tjetër. Por me qenë se Republika Helenike, për arsye të veta, dënimet 1 vit e poshtë pas 15 vitesh i shurën, i fshin, sipas Artur Troplinit, kjo nuk është e dënuar. Ky është një krim dhe një turp i shëmtuar. Ajo nuk po gjykohet në Greqi, po gjykohet në Shqipëri. Autoritetet greke kanë shuar vërtetim me vula apostile se ajo është dënuar 1 vit nga gjykata e Janinës. Dy, SPAK kërkon të shfaqsojë Irenën me porositë e Edi Ramës se nuk ka pasur djeni për dënimin penal në Greqi. Dëgjojeni tani. Mirë po, në të gjitha rastet përveç Irenës, ata që kanë deklaruar se s'kan patur djeni, nuk është marrë parasysh, po ja dënuar. I tillë është rasti i gjykasit Thanza. I tillë është rasti i Kreshnik Hajdarit, ish kryetarit bashkisë Kuçovës. Pra standardi i Irenës është standardi Irena Rama apo i Edi Ramës. Për ata, ligji është tjetër. Për Irenën e Edi Ramës, ligji është tjetër sepse është urdhri i Ramës. Unë ju kam thënë ju, drekat e saj të shprehta në lokalin e Thjeshtrës me Linda Ramën janë bërë gosip i të gjithë lagjes ku unë banoj. 3. SPAK fshihet dhe nuk shprehet fare për 2 dëbimet, të cilat në ligjet shqiptare janë të detyrueshme për të deklarohen. Nuk shprehet as për prokurorën e firmosur nga vetë Irena, që tregon jo vetëm se ka patur djeni të plot, por ka angazhuar dhe avokatin në Greqi. Avokati hapi çështjen ligjore në gjykatën e Athinës, siç është treguar në media, dhe gjykata i arzoi se duhet të ngrinte në gjykatën e Janinës. SPAK 4 fshihet dhe nuk shprehet për falsifikim në formularit dekriminalizimit.
Nuk ka rëndësi se ka falsifikuar. Që dhe sot përbën krim në vazhdim. 5. Spak fshihet dhe nuk shprehet për falsifikim në formularit të vetingut. Nuk ka deklaruar në këtë formular as dënim penal dhe as 2 dëbimet në Greqi. 6. Irena Rama kish lënë dhe 1 apartament dhe 2 garazhe pa deklaruar, nuk i dinte se i kish harruar. Ka që shumë pasuri kanë këta, sa që s'dinë se ku i kanë. Spak nuk shprehet fare për shpërdorimin e detyrës nga Irena Gjoka. Irena Gjoka ka vendim penal në Greqi për falsifikim si dhe 2 dëbime. Djenia e saj për këtë është e qartë nga prokurat që ka lëshuar për kundërshtim në këtyre masave me avokat, por dhe duke lënë me njën çështjen e djenis, publiku i kujtohet se në të gjitha rastet e daljes vendimeve të tilla, subjektet kanë deklaruar se nuk kanë pasur djeni për këto vendime. E megjithatë, janë dënuar me burg, ju kujtojmë këtu rastin e fundit të Kreshnik Hajdarit, kryetari Bashkisë Kuçovës, Elvis Roshit, ish kryetarit Bashkisë Kavaj, apo gjyqtarëve dhe prokurorëve të tjerë të sistemit të drejtësisë, por gjithashtu edhe një sër zyrtarësh të rangut më të ulët, të cilët janë dënuar me burg për mos deklarim të ndodhit të akteve të tyre, të dëbimeve të tyre, pavarësisht se kanë patur djeni. Shih vendim në Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, numër 1612, numër 1033, i gjykuari ushtonte funksionin e këshilltarit, dëgjoni tani, kanë dënuar këshilltarin, antarin e Këshillit Bashkiak Korçës. Ajo është dënuar. Fut në burg për këto. Pra, janë një seri dënimesh të dhëna në emër të ligjit dhe për ligjin, por ka asnjë lloj qëndrimi dhe vetëm mbrojtje për Irena Ramën me mbiemrin e saj të ri, se tani e tutje ajo do quhet Irena Gjoka Maneku Rama e me radhë. Këto ishin çështjet. Zoti Berisha, ndërkohë Ministra e Shëndetësisë një ditë më parë pranoi që pas datës 20 të çdo muaji nuk do të mund të kryhen më analizat për pacientët për shkak të mungesës së fondeve, duke faktuar dështimin e një tjetër koncencioni atij për laboratorët. Cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë? Ministra e cila ka marrë detyrën për këtë çështje, unë e përgëzoj për deklaratën që ka bërë, ka thënë të vërtetën. Parati ka vjedhë dhe Edi Rama me Ilir Beqen dhe me atë tjetrën Manasërliu, janë përgjegjës kryesor, nuk ka ndodhur kurrë, ndonjëherë, herë e parë që ndodh në historinë e këtij vendi, që shteti, që spitali më i madh i vendit mos u përgjigjet qytetarëve me analizat të cilat i kanë pas të garantuara. Kjo është rezultat i vjedhjes së fondeve nga muratori Edi Ramës, a ju kujtohet apo jo? Muratori që erdhi kishte 2 vetë në kompani, që u bë dhe pronar i laboratorit më modern, një laborator i blerë me aparaturat absolute më moderne, me një ekip profesionistësh të aftë të shkallës më të lartë, që punonin në atë laborator të spitalit dhe që të gjithë u larguan kur muratori Edi Ramës mori përsipër analizat dhe tani kanë vjedhë së bashku, është Edi Rama autori kryesor. Ajo ka thënë atë gjendje sepse
Kontrata ka qenë kontratë kryekput korruptive, të merësisht korruptive, dhe ka dëmtuar thellë interesat e smurëve dhe publiku shqiptar. Zoti Berisha, dje paralajmëruat protesta të fuqishme. Si do t'jenë strategjia e këtyre protestave? Do t'ketë një intensifikim të lëvizjes opozitare? Ndjes shumë se u vonum për të njoftuar datën, do e njoftojnë momentin më të parë. Protesta dhe vetëm protesta është reagimi i opozitës. Kjo opozit, Edi Rama mendoi dhe deklaroi se çështja Balluku është mbyll, po ajo s'mbyllet kurrë sa ky vend të ketë opozit. S'mund mbyllet kurrë, se është çështja Rama. Çështja Balluku për opozitë është çështja Rama. Po kërkon shtetësitë huaj, por ndërkohë ajo është faqur në Fier, ku thotë se kanë ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme vendore në këtë qark. U bëj thirrje qytetarëve të Fierit në çdo hap që ta shohin, ta gjuajnë me vezë dhe domate hajdutën. Gjuajeni me vezë dhe domate se kjo është përgjigja që i bëni jo vetëm për dinjitetin tuaj, por për të gjithë shqiptarët. Faleminderit.